Së dyti, përsëri përshëndes 10 mijëra qytetar, të cilët në kushte të jashtëzakonshme të një vape të papar, mbushën përsëri dje rrugë dhe bulevardet e Tiranës djerë në orët e para të mëngjesit, duke kërkuar largimin e menjëhershëm të narkodiktatorit. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madh dhe i vogël, t'i bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast. Kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjerësot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim që në shumë aspekte e ka dëmtuar në ekzistencën e vetë kombin shqiptar më shumë se çdo regjim tjetër para tij. Denoj me forcën më të madhe sharjet e pa kualifikueshme që Edi Rama ju bën shqiptarve në mediat më të mëdha ndërkombëtare. Ju garantoj se as Gheddafi, as Sadami, as Maduro nuk i kanë lejuar vetes gjuhën që Edi Rama ka përdor në Financial Times ndaj shqiptarëve. Ky ka dëshmuar urrëtitjen e pakufishme që ka ndaj qytetarëve shqiptar, sharja e tij ishte shokuese për gazetarën dhe për audiencën e pranishme. Edi Rama nuk sillet si padrino, shumë më keq se padrino i Shqipërisë. Edi Rama ka konsideruar Shqipërinë një sultanat të kohërave të shkuara, në të cilin vetë ai bën sultanin, gjykatësin, policin dhe çdo funksion tjetër. Edi Rama duhet largohet 1 minutë më parë. Edhe prapa qielli, edhe prapa diellit të shkojë. Shkon si një hajdut i pashoq i kombit të tij. Shkon si njeriu që ndërtoi në Shqipëri narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Shkon si tradhtari i një kombi që bëri gjithçka, kreu genocid të kalkuluar ndaj tij për t'i përzënë shqiptarët nga Shqipëria, një armik i egër i shqiptarëve në Shqipërinë, Kosovë dhe kudo në botë. Faleminderit.